Kur do të fillojë llogaria dhe cili pejgamber do ta ndërmjetësoj për fillimin e llogarisë? Apo si do të fillojë llogaria në ditën e gjykimit? Parlamentoj 50.000 vite njerëzit i zhitur njerëz, disa thotë kuptoni janë zhitur ta, derisa të transmetoni më nëse nuk gaboj, që thotë pejgamberi Allahut, njerëzit fillojnë të çajin. Këto janë lotet e dëshpërimit ditën e Kiametit. A di sa çajin ditën e Kiametit? Ditën e Kiametit çajin derisa thotë me pas anije më të mëdha do të lundrojshin mbi lotet e dëshpërimit të tyre. Imam Nesaiu transmeton se njerëzit do të çajnë, do të nxjerrin lot derisa të derdhin të gjithë lotet e pastaj do të fillojnë të çajnë gjak. Mirë, po nuk i sjell dobi loti dëshpërimit ditën e Kiametit përderisa syri i tij ka qenë i tharë dhe nuk ka çajt para Allahun Azza wa Jall para se shkonte ai. Nuk i ka marrë seriozisht këto mesazhe. Nuk anda pak të veçohet të meditoj rreth ditës së vetmisë, rreth ditës së ringjalljes, rreth prezencës para Allahut Azza wa Jall, për shkak se ta qurtosh veten tuaj, ndoshta Allahu s'ma ka mundsuar të qëndroj para ti, para krijuesit tan. Se sa kemi qef një zyrtar të takojmë dhe takojmë të ballafaqojmë, të vetmomë me ta. Allahu ta mundson kur dosh, për ata thoj ke njoni lumiti o namazli. Për shkak se kur do të komunikosh me Zotin tan, vetëm e merr një avdes edhe veçohesh me ta kur dosh. Ndërsa zyrtarët për të bën takime duhesh me shumë ndërmjetësime. Te Allahu jo te ke pa ndërmjetësim. Lumiti o duaxhi, o ti që i drejtosh me lutje Allahut Azza wa Jall. Lumiti thot vetëm i ngrin durrë te Allahut dhe ndëgjon. Dhe thot pyetëm, do t'jap, kërko, do të furnizoj. Pendohu që të fali. Pra Allahu të thërret vazhdimisht që ti kthesh Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye lumi ata të cilët e shfrytëzojnë këtë çaste të jetës së tyre dhe kthehen te Zoti i tyre para se të shkojnë te Ai. E pastaj lotet e dëshpërimit nuk sjellën dobi në ditën e gjykimit, për ata do të qëndrojnë 50.000 vjet. Pas 50.000 vjetëve thojnë nuk ka për neve shpëtim përveç se me ndërmjetësu një krijesë që ka famë te Allahu. Edhe shkojnë te Ademi alayhis salam. Si i pari, si njeri i pari. Thot, ti baba njerëzimit, Allahu të krijoi me durët e tij. Ti je njeriu më bukurosh që Allah ka krijuar, njeri i parë. Në nxjerr pikë citate. Komuniko me Zotin tan që të fillon llogaria. Ademi alayhis salam thot, nefsi, më lejoni vet. Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla. Se Zoti im sot është zemëru, që kur nuk ka zemëru, sikur sot dhe kur nuk do të zemërohet si sot. Zoti im është i dhruar sot. Unë hangra për një pej me gabova, zripa në tokë, lemni se kam dertet e mi, shkoni të Nuhi. Kam gajlet e mi, shkojnë të Nuhi. Janë kohën, ja Nuhi, ti je pejgamberi i parë, ti je dërguari i parë që i ballafit me qumë jo besimtarët. Ti je, ndërmjet sot e Zoti jon. Thot nefsi, lem me çështjen time, me hallin tim. Për shkak se Zoti im është zemëruar, është hidhur sot se nuk është hidhur kur asnjëherë sikur sot. S'muj me vendimu. Unë e kam bën një doha për popullin tim. Edhe pse Allahu e patër paralajmëruar Nuhin se populli nuk beson, edhe ai e bëni një doha që Allahu t'i shkatërron ata. Thon shkoni te Ibrahimi alayhis salam. Shkojnë te Ibrahimi alayhis salam. Njëjtan Ibrahimi thot, lemni me hallin tim. Ka ku shkon Ibrahimi? Ibrahimi thot kam gënje 3 herë në jetën tim. Kam gënje 3 herë në jetën tim. A di çfarë thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë ditë? Thot vallahi, të 3 gënjeshtat nuk i ka pas vetëm për Allah. Ka gënjë për Allah. Nuk kanë gënjë asnjëherë për veten e tij. Dhe këto nuk konsiderojnë për çështjen e Allahut, për fe. Nuk konsiderojnë gënjeshtra. Cilat janë gënjeshtrat e Ibrahimit që thotë lemni se 3 herë kam gënjë, nuk e di çështja ime si do të përfundon. Thot e para pe atinve kur kishin ditën e adhurimit të idhujve, dhe i thoshin Ibrahimit dil me ne, tha inni saqim, jam pa qef. S'muj me dal. Gënjeshtra e parë. Gënjeshtra e ditë kur e pyetën Ibrahimin kush është që i thej këto idhuj? Kush e boni këtë nam që na i mbyti zotat tonë, dhe në pyetni të madhen aty. A Ibrahimi donte ti tregon se ai që nuk logjikon, nuk mediton, që s'ka mundësi të jetë zot, ai që se ne mbrojnë veten e vet, dhe zotat që i ka përreth, që s'ka mundësi të jetë zot. Kjo grisha e treta, Ibrahim alayhis salam kur shkoi në Egjipt me gruan e tij Sara, dhe pasi ballafaqohet me një pushtetar kriminal, i cili grabit te gratë e bukura në veçanti që ishin në Egjipt. Dhe i tha bashkëshortës vet, nëse të pyesin çka e ke thuj vëlla. E kish për qëllim vëlla në Islam. Për shkak se Ibrahimi e dinte se vetëm 2 besimtar ishin Sara dhe Ibrahimi në Egjipt
besimtar dhe luti që pat shkon në Medjen. Por këtë arsye këto që isha tha, lemni me çështjen time, po shkoni te Musa alayhis salam. Dhe shkojnë te Musa alayhis salam. Dhe ti thot ti e kelimullah. Ti ai që Allahu ka komunikuar me ty. Ja Musa, ndërmjetëso. Na pështo për kësaj situatë. Të fillojë llogaria. Na shpëto për kësaj gjendje është e papërballueshme. Mirë po dhe Musa alayhis salam i përgjigjet njëjtë. E pastaj i drejton ato te Isai. E Isai është i vetmi që nuk përmend gjuna, mirë po thot lemni me hallet e mia se unë e kam një hall të madh. E thuhet se cili ka qenë halli që Isai është prekupu, ka thonë për shkak se e kanë shpallën gjallë të Allahut, Isain, edhe pse Isai nuk i ka ftuar në këtë. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku shkojnë. Do të thonë edhe Isa do thotë smuj me vënë mu, shkoni te Muhamedi. Shkoni te Muhamedi. E pejgamberi Allahut këta që na bajnë neve gjithnjë. Dhe thonë të lutnu për mu sallallahu alaihi wasallam që Allahut ma jape një pozitë të lavdërimit. A ti që janë pozitë të lavdërimit? Pozita e lavdërimit është të ndërmjetësojnë për të mbar krijesat besimtar dhe jo besimtar në ditën e Kiametit. Shefat. E pejgamberi Allahut shefatin ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ana laha unë jam për ta umrit. Ta pastaj i bën sejdë Allahut në arsh. Dhe thot pejgamberi Allahut inspirona në këtë rast me disa luçi falënderime që ja bajnë Zotit tim kur nuk i kam ditë këto falëndime dhe luçi. A din çfarë luçi e ban pejgamberi Allahut kur i bën Allahut azza wa jall në arshin e ti? Ka thonë dietarët se Allahu e lavdëron, e madhëron me emrat e bukura që nuk i ka ditë as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë gjallë këtë dunjë. Për shkak se Allahu ka më shumë se 99 emra. Hadithi që thot kush i mëson 99 emra në xhenet, do thonë kjo janë 99. Emrat e Allahut janë pafund. Për atë shpalosen tek pejgamberi Allahut, emrat e mëdhoj që i don Allahu azza wa jall, që ka martu emrin e veten e tij. E lavdron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahut me këtë emrat e mëdhej dhe e falënderon derisa Allahu i thot ja Muhammed ngrit e kokën, pyet se do të përgjigjem. Thot ummeti o Zoti i madh, unë po ndërmjetësoj për ummetin tim se janë gjendje në hall në një katastrofe që të fillon llogaria. Thot Allahu azza wa jall, unë do të përgjigjem, do të vi që të fillon llogaria. Atër pas 50.000 viteve fillon shpresa që Allahu azza wa jall të zbret nga qielli dhe thot Ibn Qayyimi këto hadithe ja kanë thi korrizin xehmive që pretendojnë se Allahu janë në çdo vend, se me pas qenë Allahu në çdo vend, çfarë kuptimi ka zbritja Allahut ditën e Kiametit? Çfarë kuptimi ka zbritja Allahut në pjesën e fundit të notës? Pra ajetet, hadithet që flasin për zbritjen e Allahut ja ka thi boshtin korrizor të xehmive që pretendojnë se Allahu janë në çdo vend, për ata thot Allahu azza wa jall se unë do të vi dhe do të filloj llogaria. Alhamdulillah, privilegji i madh është me Alhamdulillah, Allahu na bën pjesë e ummetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Amin.